E dini se kur të ardhurat tuaja vjetore janë mbi 1.2 milion lek nga të gjitha burimet, ju keni detyrimi ligjor për plotësimin dhe dorëzimin e deklaratës vjetore individuale të ardhurave, ose siç e njohim ndryshe divan. Afati i fundit i plotësimit dhe i dorëzimit të divas është 31 marsi 2025. Ju këshillojmë të mos e lini për momentin e fundit, pasi mos dorëzimi i divas ose deklarimi i saj me vonesë ju çon në penalitet. Të nderuar miq, në episodin e 5 takimet e utën do t'ju shpjegojmë hap pas hapi se si juve të përmbushni lehtësisht të gjitha detyrimet e divas. Ne ju ftojmë të ndiqni videon e plot, ku aty do të merrni të gjithë informacionin për plotësimin e divas sakt dhe pa gabime. Të nderuar miq, për më shumë informacion për pensionet dhe për ekonominë në tërësi, unë ju ftoj të abonoheni në kanalin tim në YouTube të Uta Nunaj dhe të na përcjellni të gjitha pyetjet dhe paqarësitë që keni për çështjet ekonomike. Ju rikujtoj dhe mos harroni, 31 marsi 2025 është afati i fundit për plotësimin dhe dorëzimin e divas. Deri në takimin e ardhshëm, miru takofshim.